Unë e ndjej detyrim qytetar, detyrim krajnor që këtu në këtë sallë të nderuar, në prezencë të kryetares, të një ministrit të qeverisë, në prezencë të deputetëve dhe drejtuesve të grupit parlamentar, të denoncoj tentativën më të fundit që sekti Rama po bën në Vlorë, po bën në një fshat historik, siç është fshati Tragjas, për të grabitur pasurinë e fshatit, për të grabitur ujin e pishëm të fshatit. Këtë ujë, të cilin këta me papërgjegjshmërinë më të madhe, me arrogancën më të madhe, duhen ujin e fshatit ta përcjellin për në rezortet e oligarkëve në Dhërmi dhe në Imar. Mbasi nuk arritën dot ta merrnin nga Orikumi, nga lumi i Vlorës, se as vetë nuk e din çfarë po bëjnë dhe ku po futen në përplasje. Mbasi e keni lënë Tragjasin, këtë fshat me emër, këtë fshat me histori, dhe minutat e fundit do ta bëj një përshkrim të shkurtër historik të Tragjasit në hije të plot, pas një investim infrastrukturor në këtë fshat, në këto 10 vite të qeverisë socialiste, ku ende mungon energjia elektrike. Rrugët janë shtruar qysh përpara 12 viteve kur kryetari i Bashkisë së Orikumit ishte nga Partia Demokratike. Mungojnë ndriçimi, mungojnë shërbimet publike, karshillëku i sektit Rama ndaj këtij fshati i bën që të kërkojnë me arrogancë të marrin edhe ujin i cili është jetik për ekonominë, jetën e kësaj zone, për turizmin që duan të ndërtojnë ata banorë të mençur dhe punëtorë të Tragjasit. Ky projekt është jo vetëm një krim mjedisor e social, por është një goditje me regji ndaj ekonomisë së banorëve të Tragjasit, radhimës së Orikumit dhe më gjerë ndaj banorëve të Dukatit dhe gjithë zonën. Projektet e marrjes së ujit nga burimet e ujit të krajinës së Labërisë me qëllim furnizimin e ndërtimeve të oligarkëve të Edi Ramës, të cilët janë të lidhur me këtë të fundit me fije të dukshme dhe të padukshme, përbën një akt të rënd që cënon interesat e banorëve të kësaj zone. Ky projekt jo vetëm cënon interesat e banorëve të Tragjasit, po cënon drejt për së drejti dhe interesat e banorëve të Orikumit, këty qyteti mira vjeçar dhe të radhimës, këto zona me potenciale të larta turistike. Këto në fakt nuk janë projekte. Këto janë abuzimet të mirëfilta dhe janë dhe politika antikombëtare me cilin Edi Rama kërkon t'i bëj karshillëk interesit qytetar duke shkelur çdo të drejtë, të lishme të banorëve të ndershëm, trima dhe të mençur të këtyre zonave. Pse e theksoj këtë banorëve trima dhe të mençur të këtyre zonave? Tragjasi, ashtu si dhe Dukati, janë fshatra me shumë histori. Por në rast se Dukati është një fshat që gjatë luftës së dytë botërore, një fshat nacionalist i pozicionuar qartas në krahun e nacionalizmit, në Tragjas, krahas forcave nacionaliste, ka qenë dhe një bazë e fortë edhe lëvizjes së majtë, lëvizjes komuniste të asaj kohe. Dhe qysh në vitin 1942 dhe derisa Enver Hoxha dha atë shpirtin, si djalë i zi që ishte, Enver Hoxha e urrente Tragjasin, po ama kishte frikë nga Tragjasi. Edi Rama e urren Tragjasin njësoj si Enver Hoxha, po Rama nga që se një mirë histori nuk ka frikë nga Tragjasi. Çaj ka bërë Enver Hoxha Tragjasi? Se Tragjasi është fshati i heronjve dhe i dëshmorëve. Ka 36 dëshmorë dhe 4 heronj të luftës së dytë botërore që ishin të rreshtuar me forcat e majta. Ka eksponent të nacionalizmit në qytetin e Vlorës dhe në Labëri. Dhe të famshmi fraksion në 43-shin, Enver Hoxha e fitoi mbasi bëri për vete, mori me vete Vebi Hoxhën dhe gjithë Tragjasin, këta trimat e Tragjasit, po ama nuk ja u harroi kur këtë. Dhe qysh gjatë luftës filloi me intriga, vrau djem trimat të majtë të Tragjasit, nga Fiset Çakëri dhe Muço janë eksponent, disa nga ata janë dëshmorë dhe heronjë se s'ka dhanë jetën për liri, po Enver Hoxha i vrau me ato makinacionet e tija. Vrau në 47-ën Sinan Gjonin, i cili në 41-shin ishte sekretar politik i Komitetit Qarkor të Vlorës. Ju duhen kryetare, të duhen për histori, se historia përsëritet dhe të mësosh. Po ju dëgjoj, ajo është automatike, nuk është Sinan Gjoni, okej, në rregull. Vrau Sinan Gjoni me pseudonimi Rumbullaku, i cili ishte sekretar politik i Qarkorit të Vlorës. E spionua në 42-shin vetë komunistët, e internua në Ventotene në Itali. Erdhi në 44-ën, nga 45-ën, nga aleatët në Shqipëri, dhe kur erdhi këta e quajtën agent të anglo-amerikanëve dhe 47-48 e vran, dhe është histori shumë tragjike e këtij
personalitetit të historisë të Tragjasit, por është dhe komike, se mbasi e vran, Enveri lëshon një letër që falen i Sinan Gjonin, edhe faturoj si kur e vrau Koçi Xhoxhe, dhe i jati, këshu po jo bën dhe Rama, dhe i jati Sinan Gjonit, një burr fisnik dhe i mençur i zonës, gjithmonë ka qenë i vetëdijshëm këtë, po labët janë edhe trima edhe cert, po janë edhe të urtë, se në ato moment të urtë fisnik, s'kishin çfarë t'i bënin Enver Hoxhës. Nga ana tjetër, në 51-shin, në mos gaboj, që mos bëm dhe unë shumë si historian, Enver Hoxha, Mehmet Çeu dhe Kadri Azbiu kanë vrarë Sali Ormënin, komandant batalioni partizan, komandant Tabori e kishte pseudonimin, ish zëvendës ministri i brendshëm, drejtori i policisë, e vran me një sër makinacionesh. Ama Enveri i vriste dhe i qante Tragjaciotët se kishte frikë. Unë ju them juve socialist të sektit Rama, duhet keni frikë nga Tragjasi, duhet keni super frikë nga Dukati, kjo zonë nacionaliste, nga gjithë banorët e Orikumit, të Tragjasit, të Radhimës, të Dukatit, kur ju doni, dhe të Lumit të Vlorës, kur ju doni t'i grabisnit pasurin nën toksore, t'i grabisni ujin, nuk ja u fal labi këtë. Pavarësisht sa të politizuar mund të jenë. Nga Tragjasi e përsëristë dhe nga kjo zonë kanë patur frikë, të parët tuaj duhet keni frikë dhe ju. E kisha pjesën e dytë të diskutimit për njësitë e tjera administrative, po nuk dua ta prish të shihet të mirë të historisë. Faleminderit zonja kryetare.